se ku pacitë të problemi. Realisht nuk mund të them se me kanë testeruar medicina. Mund të zikin ndaj me nuk kanë nështuar. Por lidhur me pyetjet që mi bëshin, Thatë që mas 30 minuta ka fillu intervistimi, zyrtare në fjallë intervistimi, por gjatë kësaj periudhe 30 minutë, a ki pas biseda në të ngjarjes me policitë e punës. po, të një pasur. Ka të mi biseda, në kujtohet. Po më thanë të tërgun që me kanë arrestuar, më thanë se ti e kryesori në këtë punë edhe pse se ke ngrej gishtin, ti e ke bo. Më thanë, Dhe është mirë, është në interesin tonë dhe të juaj që të nga të tërgësh se si e ke bërë skenari. Dhe kanë zëdu, kanë ndodhë kjo vrasje. A e ki taku ti në imin e granitin. A po ki ndërbesu ti në i marrëveshje eventuale për kërë kësaj vrasje. Unë nuk të këmë takuar asë në granitin, asë nuk kam po kur të apo e që marrëveshje. të Nuk kam pas asë lidhje me këtë farë nga marrëveshja me taku me Naimin në granitin. Nuk po në nga taku, po Dhe shpiko se si ata e takimit. E në përfundim të ati takimi ose mua në atë ko me patrëtirë Naimi në shtëpinë e tij të re. Në Brendësi. Do të shkujtohet, të shkujtohet. Dhe atë ditë e kom takuar granitin dhe i kom thonë se a mos shkon në Prishtinë se dua të shkoj edhe. Dhe më ka thonë po shkoj dhe mund të shkojmë bashkë. Që dhe ashtu e na nis me automjetin e tij dhe mua me e na shku në Prishtinë me kalon në qytet. i akuzuar i tali. Deri sa ky për Se në qytet. Sa me kujtohet do e mua më ka lënë në qytet, të stadiumi Fati Voke, aty parkingje e lokale aty më kujtohet. në qytet. Sa më kujt Të Naimi me taksi. Dhe graniti më thonë që kur kryj punë të Naimi, kur dalë, ta bëjnë një telefon, ta kohëm t'i kohëm dhe të thajmë prapë për gjakullë bashkë. Pasi që ke marrë në shtëpi tona, po më dojnë unë në shtëpinë time dhe granitin e të vetën, mua me ka shkruar Naimi në WhatsApp dhe nga ty e ka kërkuar numrin kontaktues të granitit. Dhe unë ja kom përqenë. Me njëftu, ma i ke takuar, njëftu dhe një që ma ka kërku numrin e arash. Zakonisht njëftohet procedurës i numrit. A i ke tërgu të granitit, që ma ka lyp në imi ja ka përqenë. Shtu vetëm këtë telefon, për të se. Nuk më kujtohet që kompana ka kontaktuar me ty. E, shtu se ka kontaktu, po a i ke tërgu që ma ka lyp në imi ja arash momentanë, në ka që. Po më duhet të a ki përkuzoj. pyetjen e çot, kush lën? Po të vjen avokati. Si ja dha numrin, ta lypi ja dha e qova tha. Po, Po mas, nesër që të ndronë si taku, pasë në një tjetër. A i këtë ngu granici si e kam dhënë numrin tanë në imi. nuk e di, nuk e mbaj mend. Nuk më kujtohet.